لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك. Muzika e zgjeron gjoksin. U përgjigjemi. Kushdo që I kthen shpinën këshillës sime, do të jetë me një jetë të mjeruar tek ne. Ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Surja Taha, ajeti 124. من دمعي سرورا في محياك فكم سنتم. Thanë, ne nuk ndikohemi nga muzika. U përgjigjemi. Muzika e rrit hipokrizinë në zemër, ashtu si e rrit uji barin. Thanë, ne dëgjojmë muzikën për argëtim dhe zbavitje. U përgjigjemi. Mos vallë keni menduar që ne ju kemi krijuar kot? Surja Mu'minun, ajeti 115. Thënë, ne gjejmë rehati në dëgjimin e muzikës. U përgjigjemi. Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Surja Isra, ajeti 82. Ata thanë, ne nuk e braktisim Kuranin, por vetëm se I duam edhe muzikat. U përgjigjemi. Dashuria ndaj Kuranit dhe dashuria ndaj muzikës nuk bashkohen në një zemër. Thanë, mirë po ne I bashkuam të dyja. U përgjigjem. Ajo që ndikon dhe le gjurmë, ajo mbetet me ty. Nëse tek ti ndikon Kurani, do të largohet muzika nga zemra jote. O Zot, bëje Kuranin pranverë të zemrave tona dhe dritë të gjoksave tana.